krizë të jashtëzakonshme. Dhe unë jam përjetësisht falendërues për këtë. Nuk është kollaj për liderin në shoqërisë civile ta braktis një organizatë që është më e suksesshme në shoqërinë tonë dhe të hyjë midis krize për kundrejt një bloku opozitar. Dhe kishte shumë presione që të tërhiqej. Ju e keni parë, ka pas deputete që dikur e kanë lavdruar nga opozita, e të cilat kërkonin që e tërhiqej nga gara. Pra një gruaje, i thoshte një gruaje tjetër, tërhiqu nga gara, ndërkohë që e kishte lavduar paraprakisht. Pra ajo ka qenë situatë, por kjo ishte për t'i dhënë kontekst, është sa ata besonin që zonja Rushiti do të ishte në funksion tuajin, që do ishte një mash për pushtetin tuaj. Kjo ishte kritika që i jepej, zoti Kurti. Duke mos e kuptuar peshën e institucioneve të shtetit, publikës si të përbashtës tonë, funksionimit demokratik, këta po mendojnë që unë jam shteti. Unë nuk jam shteti. Unë jam vetëm kryeministër. Dhe atë kryeministër në detyrë. Por arsyeja që kur kërkoni 3 pozitat, letat se mua, pastaj. Unë nuk thash, jo, unë nuk jam Luigi 14. Unë kam thënë, merreni pozitën e presidentit ju. 3 kandidatura, na i sjellni ju, edhe ne votojmë njërin për tjetrin. E qartë, a do t'jetë kjo oferta, zoti Kurti, që të mecim më koncez në... Tash jemi në zgjedhje. Ne du të flasim me 8 qershor. Por, kur këta t'i refuzojnë 3 kandidatura të vetvetes së tyre, që unë ja u garantoj se njëri zgjidhet, këtu nuk kemi të bëjmë me të racionalitet. Jemi në zgjedhje, është e vërtet, por edhe në shkurt të 2021-s ishim në zgjedhje, zoti Kurti, më lejo vetëm ta shtroj. Kemi të bëjmë një terren të iracionalitetit, për të kthyer te pyetja juaj cili është motivi pse po bëhet këtu. Kur e ka marrë çmimin Saharov, Adem Demaci në vitin 1991, në Parlamentin Evropian, në atë fjalimin e tij të famshëm e ka thënë një fjali që më kujtua tash. Logjika e bloqeve e bllokon logjikën. Logjika e bloqeve e bllokon logjikën. Në Kosovë keni blok opozitar. Po veç se konteksti kur zoti Demaci ka thënë dhe konteksti sotëm dallojnë goxha shumë, apo jo zoti Kurti? Po dallojnë, sa e ka thënë për fuqitë e mëdha. Natyrisht. Mirë po, në këtë miniaturën tonë se ka një farë asociacioni, ka një farë ngjajshmërie, në kuptimin që e përbashkëta e tyre është vetëm kundërshtia ndaj meje, pavarësisht se çka bëj. Pra ju tani për tani nuk keni kandidat për president, si shka LDK-ja, zonja Vjosa Osmani, pse nuk e keni bërë më transparente, me qenë se po thirreni që ju keni qenë hapur propozime, pse tash nuk keni ju kandidat për president, kur në shkurt të 2021-s ju kishit zonjën Osmani kandidat për president në zgjedhje parlamentare? Pra, deklaratën që thash më herët, unë dhash kontekstin. Thash Parlamenti Evropian, Adem Demaci, pra, kur të citojmë diçka, le ta dhëmë edhe kontekstin. Nuk them që janë situatat identike. Tash, sa i përket presidentit të ardhshëm, duhet të jetë konsenzual, për bindjen time të fuqishme, si shprehje e unitetit popullor, duhet të jetë jashtë skenës politike, të jetë mbipartijak, dhe të jetë dikush i cili nuk është pjesë e polemikave të aktualitetit. Dhe unë besoj që Kosova ka këso emrash. Mirë po nëse nuk kalojmë përtej blokimit të logjikës, është vështirë të gjesh konsenzual. Shumë mirë, po e kuptojmë këtë që po thoni. Tani, me këtë që po thoni jo, është ju ja mbyllni derën LDK-s që tash që mund të keni edhe koalicion nëse zonja Osmani nuk do të rriqej prej kandidaturës. A është ky qëndrimi juaj? Po shikoni, ne nuk kemi asnjëherë kandidaturë si lëvizjeve të vendosje për president. Nuk kemi kandidaturë. Nuk kemi pas as në zgjedhjen e 28 dhjetorit. Veç 2021 keni pas. Kur ta shohim, kur e kemi pa rezultatin e 2021, kemi qenë 50.3%. Dhe ka qenë një situatë jashtëzakonshme, ju e dini shumë mirë, simpatizojmë.